Në vitin 1481, i biri i Skënderbeut, Gjon Kastrioti, i thirrur prej shqiptarëve, shkoi nga Italia në Shqipëri. Zaptoi një pjesë të madhe të mbretërisë atërore me ndihmën e Imariotëve dhe theu një ushtri turke prej 2000 që u dërguan kundër tij. Përngritja u përhap në veri e në jug dhe mezi u thye pas disa vjetësh. Dhe atëherë nisi një tjetër rikje krerësh dhe shqiptarësh në Itali. Po këtë herë, mbreti Ferrante i Napolit nuk e qasi Gjon Kastriotin me shqiptarët e tij dhe sela, zbriste as në Palermo, as në Napoli, nga frika se mos i deklaronte luftë sultanit. Shkoi dhe i ra ndër këmbë papës, i cili ndreqi punën, kështu shqiptarët u vendosën në Sicili, në Kalabri. Po të parën ndër, dhe jo me vend dhe s'kishin të drejtë të ndërtonin qytete e kështjellë. Në 1488, Gjon Kastrioti bëri një përpjekje të dytë për ta rifituar mbretërinë atërore. Dhe në 1500 e gjejmë në Venecie ku Senati, me një dekret me 9 prill 1500, vendosi ta ndihmojë me ushtri dhe para e ta dërgoi në Shqipëri. Në 1499, turqit zaptuan me pabesi Durrësin dhe venecianët, por zgjagësim e rëmbyen Lezhën. Por në fund, Turqia dhe Venecia bën paqe 14 dhjetor 1502, pas së cilës Shqipëria e tërë i mbetej sultanit veç Tivarit dhe Ulqinit, cilët i zaptoi në 1570. Kështu në kohën kur Europa dilte nga koha e mesme dhe hynte në rilindjen e qytetit, Shqipëria shuhej nga lista e shteteve të lira dhe hynte në zgjedhjen e oryre në një fuqi e barbare, në të cilën vuajti më tepër se 4 shekuj. Vendi u shkretua krejt, tregtia u venit, qytetëria u shua, çdo lidhje me Europën u pret. Kështjella dhe qytete të lulëzuara në kohë të Skënderbeut, me pallate dhe monumente, si Patrella, Petralba, Stellushi, Tornaci, Sarda, Drishti, Danja, Vulpiani dhe Svetingradi, humbën fare nga faqja e dheu. Të tjera si Kruja, Durrësi, Shkodra, Lezhë, Vlora, Kanina, Berati dhe Gjirokastra u venitën ndal nga ndal dhe mbetën si hiera të bukurisë dhe shkëlqimit të tyre të vjetër. Sa rëndësi jetësore kishin për Evropën fushatat e Skënderbeut, duk pasi ra Kruja dhe Shkodra. Në 1880, Sultan Mehmeti, ose zaptoi Shqipërinë, u derdh kundra Italisë. Amirali Ahmet Gjedik Pasha, shqiptar nga Raci, me një flotë dhe me një ushtri të fortë, hodh nga Vlora në Otranto. E zaptoi këtë qytet dhe gaditej të hidhej kundra Romës. Italia tërdridhej, papa mendoi dhe ikte nga Roma, kur më 3 maj 1480, Sultan Mehmeti midis përgatitjeve që bënte për të zaptuar tërë Europën, vdiq para se të realizonte ëndrrën e tij. Gjë që do të kishte bërë, sikur të mos ja kishte mbyllur udhën, parë Shqipëria nën Skënderbeu. Kjo është mjaft që t'i jap Skënderbeut në historinë e Europës një vend të ndritur midis mbrojtësve më të mëdhenj të saj kundër barbarisë aziatike. Sikur ta kishin ndihmuar fuqitë europiane, ashtu siç duhej. Skënderbeu do të loste një rol shumë më të madh, mund ta dërmonte fuqinë turke para se të rikthej. Po Evropa ndonjë e ftohtë dhe fati e desh që Papa Piu II, një nga të vetmit burra në kohën e tij, që çmonte Skënderbeun pas vlerës dhe deshte të jepte punën që meritonte, të diste pikërisht kur gadite të hidhej në Shqipëri, në krye të kryeqytetarëve evropianë. Nga forca e rastjes, Skënderbeu mbajt në defensiv
dhe çudia është si mund të qëndronte me këmbë aq vjet. Në një ushtri të vogël, pa topa, pa para, me nipër dhe shok që e trastonin ose pengonin nga çdo çap. Beti i pamundur, i patundur, pa dëshpëruar, mbrojti lirinë e Shqipërisë dhe mbajti fatën e sinjësisë ballkanike 24 vjet në Ballkan. Luftoi gjithnjë i pari në sulm, i fundit në ritiret, dhe fitoi betejë të shkëlqyera, që e vënë në radhë e gjeneralëve të parë në botë. Turqit, të mundur gjithnjë, kur i kishin kundër, arrin të besonin që ishte gjysmë perëndi dhe e nderonin jo më pak se shqiptarët. Kur e morën leshën, hapën varin e tij. Jo që ta deskronin, po që t'ja ndanin midis tyre koskat, të cilat i poshtinin me are argjend dhe i varnin në qafë, si ai malira të shënda dhe çudi bërtse, dhe dështoi trimëria dhe mos i zinte plumbi. Bukuria e pamjes së tij dhe madhështia e shtatit bashkoheshin me një forcë trupësore të përmirëshme. Shpata e tij bënte çuditëra. Me një të goditur të saj, ja preu kokën një demi të egër që shkretonte arat e së motrës pranisë. Në rrethimin e kryes, për të zgjaksuar rrjepjen e pamëshirshme të Mojsiut, dhe 7 oficerëve me një goditje dhe shpatës, i coptoi më dysh të vllajin e Ballaban Pashës, Yunus, me të birin Hajdar. Në betejë, e kishin parë të shante me shpatën e tij, burrat armatosur nga kokat e këmbëve. Turqit kujtonin që shpata e tij ishte më e gjepsur, dhe pas paqes së motër 1460, Sultan Mehmeti ja kërkoi si dhuratë. Skanderbeu ja dorëzoi me një herë, po sultani ja ktheu prapë, duke thënë që s'ishte shpata që kërkoi, po sa nuk ndryshonte nga të tjerat në të prerë. Skanderbeu, duke nënqeshur, i tha ambasadorit turk: "Dërgova shpatën e mirë, po s'mund t'i dërgoj edhe krahun bashkë." Energjia morale dhe kuraja e tij janë sa më të çuditshme, dhe me këto Skanderbeu fitoi një vend në radhën e parë ndër kryetarëve të pavdekur. Kështu në kohën kur fuqia turke ishte me të arrinte kulmin e saj, niset me 300 vetë për të shpëtuar Shqipërinë nga zgjedhjet. Që ndodhej Shqipëria kur vajti ta shpëtonte? Kishin mbetur vetëm pleq, na thot Gjon Muzaka, se të rinj pothuaj ishin vrarë që të gjithë në luftrat e paprera kundër turqëve. Në një luftë për vdekje për njerëzve të 4 vjetësh, me çushtri u bënte mballë mizerive turke me një grusht trimash që i frymëzonte me heroizmin e tij. Sa më tepër rrezikeshin rreziqet, aq më tepër i çelej fytyra. Në syrin e tij shkrepëtinte fitoria. Shumë herë Turqia, meri i Europës, i baltoi paqe. Skanderbeu i the poshtë krye lart çdo propozim që nuk pajtohej me dinjitetin dhe independencën e Shqipërisë. Dhe këtë që e bënte në kohëra kritike, kur humbja e tij duke i fare sigur. Jo vetëm s'kërkoi paqe, por e theu dhe atë të vetmen që bëri. Po sa u bind që ashtu e deshte mira e Shqipërisë dhe Europës, pa u trembur nga bara një përgjigje aq të madhe. Ishi pa lodhur nga shpirti dhe nga trupi, gjithnjë në lëvizje, kur në prej. Ante me ushtarët, linte armatosur në kamp, me gunën e në rrogos. Pesor gjumë ishin mjaft në kohë qetësie, 2 a 3 orë vetëm në kohë shtrëngëtësie. Ante dhe pinte shumë, po duronte ditë me radhë pa ngrënë. Si Hannibali dhe Napoleoni, vishej vetë pa lluse e pa madhështi, po ushtarët i deshte të stolisur me are më ndafsh, të ushqyer mirë dhe të paguar pasurisht. Në betejat, kur sente më tepër ushtarët sa veten e tij, edhe luftonte edhe drejtonte betejën. Nga shpejtësia e çuditshme dhe reptësia,
dërmojnë se goditjeve të tij. Mund të barabitet vetëm me Jul Qezari, në mos me shkrepëtimën e Rufes. Me ushtrira të vogla, theu gjithnjë ushtri 2 a 3 herë më të mëdha, dhe çdo herë ndërtonte e shijonte betejën në të gjithë format, në fushë të hapur, në pyll, me ndonjë vend të fortë, kur i binte në kamp të fortifikuar. Kur e shtynte, kur e zvariste gjerë në pusinë e zgjedhur, të thyer, ushtrit rrethonjëse, ndoshta s'ka shok në histori të botës. Armiku e gjente gjithnjë të armatosur. Ne të mbaruar njërën betejë, ka ditej për tjetër. Pjesën e rënde merrte vetë, dhe lektën u jepte generalit të tij. Plaçkat dhe parat që fitonte nga armiku u shpërndante që atë ditë oficerëve dhe ushtarëve. I egër dhe jeret në betejë sipër, ishte zakonisht aq zemërmirë, sa jo vetëm vullnetar nga ana e fundme e Europës, po edhe Turq, ka Turqia, vinin e ktheshin të krishterë dhe shërbenin nën komandën e tij. Tonë se ronte në një kohë, ku zakonisht ishin të egër dhe lufta pa mëshirë. Prap ishte njerëzor dhe kursi kishte lënë ushtarët në plaçkitje visevarmike, të ngisnin grua, plaka, açilimi. Nga morali, tonë se i rritur në një hobor të korruptuar, mbeti puritan malsor. Si Gustaf Adolfi suedis, slinte gra, mira, e të liga t'i afroheshin kampit të tij. Dhe ndiqte me ashpërsi prej fanatiku çdo fari moraliteti. Si Skipion afrikani su qase grave, dhe u shtrëngua të luftonte. S'ka njëri në botë i cili të mos di trimëritë që kini bërë. Dhe mos t'ju ngrej me lëvdata më të mëdha gjerë në qiell, dhe mos flas për ju si për një krye mbrojtës të vërtetë dhe krye fetar shpirt madh të krishterimit. Duke mbaruar mund të themi që për Skënderbein, shtaqe vërtet sa dhe merituar lëvdata. I shënjë si Shën Luizi, diplomat si Talleyrand, trim si Aleksandri i Madh.